Përshëndetje dashur miq të Antena Televizion, rikthehemi me emisionin Sinjal me mua Ermal Peçin për diskutuar në fakt për një nga temat e cila ka interes kombëtar. Mund të them që është një nga temat më të rëndësishme për atë se çfarë ndodh në realitetin politik por dhe social në Shqipëri. Liri për çlirimtarët në datën 17 tetor do të jetë një protestë e cila do të mbahet në emër të UÇK-s, në emër të komandantëve të cilët tashmë janë në Hag. Çfarë do ndodhi në Tiranë? Ka disa protesta që ka ndodhur në Kosovë dhe tashmë pritet në kryeqytetin shqiptar, në zemrën e Shqipërisë, në zemrën e shqiptarëve të jetë një protestë e cila në fakt do të bëjë bashk aktor politik, kundërshtar apo jo kundërshtar, por të cilët do të jenë në një zë. Do të thrasin liri për çlirimtarët, do të thrasin liri për një luftë të shenjtë që bën vëllezërit tanë kosovar, të cilët luftuan për pavarësinë e tyre. Do të ketë në fakt personalitete të cilët do të jenë prezent në atë ditë. Por ajo që merr më shumë vëmendje është që tashmë dhe Ali Ahmeti do të mbylli fushatën para kohe për të qenë prezent në protestën që do të organizohet në mbështetje të komandantëve të UÇK-s, në mbështetje të UÇK-s, në mbështetje të luftës për liritë çlirimtare që bën shqiptarët e Kosovës. Kjo do të jetë një protest, do të jetë një zë i fuqishëm që do të këmboj anë mban botës për të dhënë mesazhin që komandantët tanë po mbahen padrejtësisht në Hag. Dhe kjo është një thirrje në fakt që ne duhet ta bëjmë secili prej nesh që flet shqip, secili prej nesh që e shikon luftën e UÇK-s si një luftë të shenjtë për liri, por duhet të largojmë dhe inatet politike për të bërë bashkë në një kaos të tillë. Kam kënaqësi në fakt të kem në studio një prej zërave i cili shpeshherë është artikuluar, shpeshherë ka kontribuar dhe në eshtje për UÇK-n, por gjithashtu edhe që ka folur dhe flet vazhdimisht për UÇK-n. Kam kënaqësinë të kem në studio Azgan Aglajn. Azgan, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Mirë se u gjeta. Azgan, kënaqësia ime, do doja ta nisi me njëherë data 17 tetor një protest për liri për çlirimtarët. Pas protestës në sheshin e Prishtinës, pas protestës në Hag, tashmë kemi protestën e tretë që organizohet në sheshin Skënderbej, data 17, ora 17 në Tiranë. Sigurisht që është një nga protestat më të mëdha të historisë tonë kombëtare, sepse tashmë kjo protestë është gjithkombëtare. Edhe unë jam UÇK. Liri për çlirimtarët, jo pa drejtësi në emrin tim, pra jo pa drejtësi në emër të popullit. Çlirimtarët po mbushin 5 vite në Hag me një akt akuzë të paprecedent, ndërmarrje e përbashkët kriminale. E paradoksi qëndron që vrasësit në Banjsk, pra Radio Qiqi me shok, janë të lirë. Kjo protestë vjen sigurisht kur po përplasin dy botë, bota serbe me botën shqiptare. Dhe s'ka përgjigje më të bukur se sa të mblidhemi në sheshin që mban emrin e herojit tonë kombëtar, që mban emrin e simbolit shtetëror dhe kombëtar, Mojësiu tonë Gjergj Kastrioti Skënderbeu. E këto dy botë do të përplasen me 19 në valvula e shkarkimit do të jetë Shkupi. Me 19 tetor kemi zgjedhjen në Maqedoninë e Veriut. Edhe ju, që në fillim e thatë me plot të drejtë, që simboli, strategi luftës, arkitekti i paqes, konstruktori i shtetit të barazisë qytetare, të harmonisë ndërfetare, bashkëtesës zëretnike, me orientim euroatlantik në Maqedoninë e Veriut, Ali Ahmeti do ta mbyll fushatën një ditë më përpara për të qenë prezent në protestën madhështore në Tiranë. Kjo protestë është gjithkombëtare, do derdhet të gjithë Kosova në shesh, gjithë Shqiptaria, shqiptarët e Maqedonisë së Veriut, të Malit të Zi dhe shqiptarë nga diaspora. Tashmë është e qartë që betejë nuk është thjesht për drejtuesit e UÇK-s që ndodhen në Hag, për Hashim Thaçin, Kadri Veselin, për Recep Selimin, Jakub Krasniqin, por bëhet fjalë për historinë kombëtare. Hashim Thaçi ishte në delegacionin Rambujez, Hashim Thaçi është ai që ka shpallë pavarësinë e Kosovës, kështu që
po vritet historia, zotëri. Dhe me aktaguza të fabrikura, me dëshmitar të intimiduar, me dëshmitar të fabrikuar nga vija serbe, dhe kemi një zhvillim të jashtëzakonshëm në Hag, ku James Urbin, me autorizim të Departamentit Amerikan të Shtetit, ndryshoi rrjedhën. E kom thënë dhe herë tjetër, e do të ta përsëris dhe këtu. Në qoftë se duhet të dënohen ata që ndodhen në Hag, duhet të dënohet Wesley Clark, Volcker, që ishin mbështetësit kryesor, NATO, sepse ushtria çlirimtare e Kosovës është njohur zyrtarisht nga buldazeri i Ballkanit, Holbrooku, në kullat e Jonikut. Pra, ushtria çlirimtare e Kosovës ishte partnere e NATO-s. Dhe ushtria çlirimtare e Kosovës ka nënshkruar lavdin e madhe, zotëri, ka nënshkruar një nga faqet më të rëndësishme të historisë tonë kombëtare. Pas shpalljes së pavarësisë është një nga ngjarjet më të rëndësishme, themelimi dhe realizimi i kauzës, çlirimi i popullit të Kosovës ëndër së 600 vjeçare për çlirim kombëtar dhe i jepet përgjigja teorisë së kombit kosovar me datën 17. Që janë disa shpiks që kanë shpik kombin kosovar, kanë hartuar disa projekte për të goditur kombin shqiptar. Pra, ka një komb shqiptar. Kemi lindur e do të vdesim shqiptar. Pra, i gjithë kombi është pas nesër UÇK. I gjithë kombi është pas nesër UÇK. I gjithë kombi është pas nesër UÇK. Pra, i gjithë kombi dashur miq pas nesër është UÇK dhe çdo ditë në fakt duhet të jetë UÇK për atë se çfarë përfaqëson. Zotëri, po i kthejmë edhe një herë, thash, kanë një akt akuzë për ndërmarrje të përbashkët kriminale. Asnjë akuzë nuk është individuale, por akuzë kolektive, por pa prova. Dhe provat i shmendoi James Urbin, thash, një nga personat më të rëndësishëm është James Urbin. Dhe tha, e deklaroi me lejen e Departamentit Amerikan të Shtetit ka marrur si dëshmitar. Dhe tani duhet t'i themi Serbisë e gjithë botës, 100 vrasje masive i ka bërë Serbia. 100 vrasje, 74 të regjistruar. Rreth 13.000 vet i ka vrarë. Ka bërë masakrën, ka masakruar familjen e Shari. Masakrën e Reçakut, Likoshanit, Izbicës, masakrën e Krushës Madhe, masakrën e Dubravës. Pra, ku ka vrarë qindra, apo mbira vetë, i ka varros, i ka çvarros me zhduk gjurmën të krimit. Dhe është sjell si në mesjet. A e pat çfarë sjellje mesetare Leckovës me ndeshjen Shqipëri-Serbi. Vritjen i shqiptarët ishte thirrja. Vritjen i shqiptarët ishte thirrja sot jo. Dhe Manaj u tregoi që Shqiponia është kthyer në fole. Si e pe atë ndeshje? Është kthyer në fole Shqiponia. 700 fshatra në Sanxhakun e Nishit janë shpopulluar me dhunë, 70.000 vetë në vrarë në 1878. Me filozofin, gjerë ku është serbi i fundit, aty është kombi serb. Pra, filozofi mesjetare, ju këkthyen filozofisë së mesjetës, se Stefan Deçanskit, Stefan Dushanit, Shfarosit, Asfiksusit, Mbycit, i cili me dhunë, me kodin e tij, ka bërë konvertimin fetar e kombëtar në 1350-1355. Pra, njëjtin filozofi kanë. Dhe goli i Manajt ishte një gol më shumë se nuk ishte thjesht një betejë sportive. Ishte një betejë par disa vitesh. Si kanë bërë sjelljen në Beograd? U përplasën me grushta. Se donin pra, grisin flamurin. Edhe sportin e kthejnë hakmare, sepse kanë hakmare primitive. Pse luftojnë ata në sport? Pse luftojnë në kulturë? Ata nuk janë në komb, janë në popull. Edhe grekët, edhe serbët. Ne betohemi në kushtetutë, ata betohen në Bibël, janë shtete artificiale. Dhe këtë betejën e kanë, me ta marrë kulturën, sepse nuk kanë histori zotëri. Edhe e pa, gjithë betejën UNESCO, ndaj këtej, e kanë me na i marrë trashëgiminë kulturore, sepse ne shqiptarët jemi komb etnokulturor. Kombet janë kombe politike, kombe dinastike dhe kombe etnokulturore.
Dhe këta janë shtete fetare të ndërtuara artificialisht. Gjatë të filozofi, si grek njëm, si ata, shiheni masakrën. Pra, e thash, kanë për 100 vrasje masive, 74 të regjistruara. 1233 fëmijë janë të vrarë në moshën 18 vjeç. Mira zhdukur. Njësoj si në kohën e masakrës të Tivarit. 1945, njësoj si në kohën e masakrës ndaj Xhamërisë. 1944, 27 qershor, pra njëtën filozofi, dëbim me dhunë. Operacioni Patkoj i Miloševićit, që shpërnguli me dhunë mbi 800.000 shqiptarë të Kosovës, zotëri, ishte bazën e memorandumeve, elaboratit të Çubrjellovićit, i cili është antar i bandës së Zez, që kanë bërë vrasjen e Franz Ferdinandit dhe kanë shkaktuar luftën e parë botërore. Ky është Çubrjellovići, udhëheqësi i shpirtëror i Miloševićit. Prandaj ushtria çlirimtare e Kosovës bëri luftë të shenjtë. E thatë shumë bukur. Ajo të shëmblen me luftën e Çerbelas, të shëmblen me luftën e Termopileve, sepse kanë qenë gjitha ushtritë slave bashkë kundër popullit të Kosovës. Dhe ajkunat e Kosovës kanë përcjell omerët të tyre me betim spartan, si nanat spartane, do kthehesh o me flamur në dorë o i përcjellur në flamur. Prandaj ata gjem e vajzat që i kanë dhënë jetën, gjanë më të shtrenjtë për ligjin e Kosovës. Nderohen duke ardhur në shesh me datën 17, se amaneti tyre janë çlirimtarët. Dhe, më qenë se jemi këtu, do perifrazoj një mik timin, komandant Tigrin. Komandant Tigrin, Fadil Nimanin. Komandant Tigri, komandant Rufeja, i ka disa tituj për shkak të aktivitetit madh që kishte. Duke qenë dinamik shumë si njeri. Akili kohërave moderne, zotëri, do ta quaj unë. I vrarë në vaksinës, në Likov. Luftëtari UÇK-s dhe thot, dëshmor apo jo. Si të duani, me qoni. Por amanetin vëllezër, marroni. Pra ne kemi amanet ata. Apo fëmijë Xhev Ladrovsi, me shtrenjt, se jeta është liria. Burë e grua, vdiqen për lirinë. Ladrovci dhe vllai i tij tani po do të pyes pak për Kosovën, se bëri i dha një mesazh të fortë PDK-s Ramizi. Po Ladrovci. Po do të pyes pak më vonë, por mos shkëpuz nga konteksti. Pra, betejë është midis botës serbe dhe botës shqiptare. Bota serbe është organizuar 6.000 serbi, ka thirrë Vučići, me bekim të Putinit. Aleksandr Dugin ka qenë 3 herë në Maqedoninë të Veriut. Aleksandr Dugin është Rasputini i Putinit, është njeriu që ka bërë librin Gjeostrategjia politike e Rusisë. Ka qenë 3 herë në Maqedoni. Po, ka themeluar një parti si partinë e Putinit dhe koordinon veprimet për goditjen e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Pra, qëllimi ka qenë çrëndosja e UÇK-s në Kosovë dhe goditja e UÇK-s në Maqedoninë e Veriut. Goditja e marrëveshjes së Ohrit, zotëri. Goditja e gjuhës shqipe. Goditja e gjuhës shqipe. Dhe ku? Në Maqedoni. A ka ndodhur në Maqedoni unifikimi dhe një alfabeti i vitit 1908? Dhe kryeministri i Kosovës thot nuk ka qenë gjuhë zyrtare gjuhës shqipe. Kush udhëheq të Maqedoninë të Veriut? Kush është zëvendës kryeministri? Stojkovići, mbikëqyrë si marrëveshjes së Ohrit, i cili Radojčićin e quajë hero. Nuk njeh masakrën e Srebrenicës dhe ka pranuar dekoratën e Dodikut dhe nuk njeh Kosovën. Por ne shqiptarë du t'i themi atij edhe gjithë Stojkovićve. Ka dhe një masakër para masakrës së Srebrenicës. Masakra e Bihorit. 9.200 burra e gra, dje me vajza në vra në luginën e lumit Lym. Pra luginën e Baranit. 943. Pra është para masakrës së Srebrenicës. Ki masakrën e Tivarit, ki masakrën e Çamit që fola pak më sipër. Pra ne na kanë dëbuar me dhunë nga trojet tona. Prandaj ka ardhur një moment historik kur më i rëndësishëm se sot, nuk është se sa sot mesazhi i thuprave të Gjergj Kastriot dhe Skënderbeut. Dhe aty na çesh që ka emrin e madh, por unë them se është i pamjaftueshëm në sipërfaqe për të arritë që të nxjerrë gjithë ata burra e gra, dje me vajza nga gjitha trojet etnike të kombit shqiptar që do i drejtohen sheshit Skënderbej. Sot është moment krucial. Është moment historik.
E them dhe njëherë, është moment historik. Dhe qënë nga Deçiçi Xhenlulit, nga Mitrovica e buletinit Bacësis, nga Qemeria Hasan Tasinit, Bilal Xhaferit, Skënder Çamit, nga Shkupi Nën Terezës, nga Tetova Mujdin Aliut, nga Drenica dhe Mjasharit, Azembejtës, Ahmet Delis, nga Gjakova e Yjeve të Gjakovës, nga Drenica Xheve e Femir Ladrovsit, do të dyndën në Tiranë. Nga Glogjani Herojnë të Mëdha, Shkelxhenit të Luanit, do të dyndën në Tiranë. Nga Karadaku i Agim Ramadanit, nga Agim Ramadanit, do vinë në Tiranë. Sepse është moment historik, zotëri. Nga Kaçaniku Idris Seferit, pra nga të gjitha qytetet e Kosovës, gjitha qytetet e Maqedonisë Veriut, shqiptarë sot, nga Presheva do kemi. Nga Presheva e Ridvan Qazimit. Pra kanë lemru komandant Leshit. Nga Azgan Unirian, po këto i dim. Nga Mali Zi. Do vinë shqiptarët për nga Plave Gucia, nga Nokšići Jakub Ferrit, nga Ulqini, nga Tuzi, pra nga Deçiçi Xhenlulit dhe theksoj edhe njëherë, aty ku pas 500 vjeç, për herë të parë ngrit flamuri. E me drejt, populli këndon Kruja e dytë, Vlora e parë, Xhenluli flamurtar. Pra, s'ka shqiptar që nuk do t'jetë në shesh. Nga Peja Adrian Krasniqit, nga Peja Gjizeks, pra, të gjitha qytetet e Kosovës janë të mobilizuara në 60 autobus janë në mënyrë zyrtare, përveç makinave të vogla që do të sjellin do të vinë në mënyrë të organizuar. Gjithashtu, në Maqedoninë të Veriut, Ali Ahmeti do ta mbyllë fushatën me 16 për të qenë me mijëra vetë nga Maqedonia e Veriut në sheshin Skënderbej. Për të thënë botës se kur flet populli, të qertë heshtin. Dhe gjykata në Hag flet në emër të popullit. Pse flet në emër të popullit? Sepse është themeluar në Parlamentin e Kosovës që ka dalë me votën e popullit të Kosovës. Prandaj edhe një nga sloganet tona është jo padrejtësi në emrin tim. Sepse ajo gjykat po cënon integritetin, kushtetutën e Kosovës, sepse ka dalë nga objekti. Nuk ka jurist në botë që e pranon akt akuz ndërmarrje kriminale. Dhe unë po të sjell një zhvillim shumë të rëndësishëm. Ja. Po, e kom sjell engas për ty. Ja kom sjell engas. Po, ja. Po të sjell një sekond. Po. Një nën serbe. Një nën serbe. E cila çfarë thot? E cila thot. E thot UÇK-ja shpëtoi djemt të mi. UÇK-ja shpëtoi djemt të mi. Po, dhe ata janë gjallë, thot janë në Gjermani. Thot, dhe nuk është Miloševići mi mori me zorë dhe mi çoi në luftë në Kosovë, kurse thot mi shpëtoi UÇK-ja, 2 djemt të mi. Këto thanë në serbe po UÇK-an. Po, dhe ka mundësi të shkojë edhe në Hag. Sepse dëshmitarët janë të frustruar, të trysnuar, të intimiduar, të blerë, të rem, dhe ka dhe shqiptar blerë. As nuk e vën diskutim, as kanë fatkeqësisht. Por mos harrojmë se në historinë shumë shekullore, udhëheqjet e mëdhenj nuk kanë blerë. Dhe është momenti ta them këtu Çerçis Topullin, që nga ditat që kanë blerë, as janë blerë. Kur i afrojnë Dervish Pasha faljen e jetës Sef Kosharës, ai tha, më mirë zgjedh lisin me nder, se sa jetën pa nder. Dhe prandaj të varin lis, apo Hasan Prishtina, malet e Kosovës nuk i ndrojnë me kultukët e flisë sultanit. Apo Suleman Vokshi, 3 jetë vëti kisha, 3 do t'jepja për Kosovën. Malet e Kosovës nuk e ndrojnë me kultukët e flisë të sultanit. E bukur kjo asë. Dhe kjo që janë shqit disa shqiptarë, është ajo që ka shtyrë Pashiqin të bëjë një deklaratë që futin në konflikt me njëri tjetrin, gjeni mjaft aty njerëz që mund të blihen, mbaroni punë me ata dhe në fund i hiqni qafe edhe këta që na kanë shërbyer ne. Pra, sot është koha, mos të blihen dhe mos shiten, por sot është koha për betejë. Beteja është jetike. Lajmi është sos. Lajmi është sos. Beteja është jetike. Dhe, për herë të parë, shqiptarët kanë patur jo shqiptarët, po ata, një pjesë
e drejtuesve të shqiptarëve janë përpjekur ta institucionalizojnë anti-amerikanizmin, edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, në emër të sovranizmit. Në emër të sovranizmit. Po që nga viti 1919, pas përfundimit luftës parë botërore, më ilësoni në madhë, të Nixoni 1974, që i mori autonominë Titës, kundrejt mbështetjes financiare, të Bill Clintoni, që sulmoj Slobodana Miloševićin, të George Bushi, që erë në atë shesh që do më lidhe me ne, dhe tha, pavarësi sot se nesër është vonë, ne kemi bërë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kemi aleatin strategjik të realizimit të kauzës kombëtare shqiptare. Pra, zotëri, sot ka ardhur koha që të kemi devizën një kom një shtet. Ajo të bëhem sopash në betejë për parcelat vogla, për utilitarizëm politik e për pushtet personal. Kombi s'është pushtet. Dhe kombi është krijesë natyrore e një grupi njerëzish të ri që ka një gjuhë, një zakon, një histori të përbashkët. Ata nuk bën kombet as me vendime administrative, as me vendime gjykatash, dhe gjuha nuk hiqet as me vendime administrative, që është themeli i përcaktimit të një kombi, pa identitetit ti, nuk bën me vendime gjykatash, as administrative. Pra, jemi e theksoj edhe njerë, jemi një komb, kemi lindur shqiptar, e do vdesim shqiptar. Ky miting përveç se kërkon liri për shqiptar, dhe është gjithë kombëtar, konsolidon dhe njëherë. Shpartallon çdo lloj skenari, çdo lloj teze antikombëtare që është dalë në qarkullim nga njerëz të blerë, të shitur, apo ai di ç'do të thotë sot komb kosovar. Se po çuditesh që po jap shumë rëndësi kësaj teze. Kombi kosovar, teoria e kombit kosovar, vërteton fiks filozofinë e Serbisë që kosovarët janë serb të turqizuar. Dhe unë qëndroj të kjo tezë fare, se më kanë thënë disa veta dhe kanë thënë që s'ka kom, janë shqiptar të Kosovës, po s'ka kom kosovar. Kombi është shqiptar. Është, si me thonë, shqiptari Tropojës, po, shqiptari... I Malsis Gjakovës, se emni Tropojë është emni slav, po, shqiptari Malsis Gjakovës, shqiptari Tiranës, shqiptari Tetoves i Preshevës. I Çamërisë. Dhe po të them një gjë, në një aktivitet, në Trojet Ali Pashës, në Plauguci, njëri nga 15 vllaj shqiptare, pra ai që ka trokit në ndërgjegjën e Evropës, Walker, bëri një deklarat. Ishte ftuar në aktivitetin, ishte festivali Kënga dhe Valli Shqipe na bashkon në Trojet Ali Pashës, Plauguci. Unë tha, nuk i ndaj shqiptarët në Çam e Kosovar, në Ulcinak e Preshevar. Unë i quaj shqiptar që kanë një komb, një flamur, flamurin e Gjergj Kasiot dhe Skënderbeut. Pra, Walker, po e theksoj mikun ton, të madhe cili me masakrin e Çakut, trokiti fort në ndërgjegjen e Evropës e të botës që bota u ndalë, për të thënë se këtu po ndodh diçka e të tmerrshme. Pra, ne që na dhunua, jena masakrua me shekuj, jemi tashi në akuzë për lirin tonë. Ne du t'i themi Evropës, ta bindim Evropën pse kena luftuar për liri. Ne shqiptarët, që i kemi dhënë shumë qytetërimit, i kemi dhënë krishtërimit Konstantinin e Madh, certifikusin zyrtar me diktin e Milanës 313, Dioklecianin simbolin administrativ, Justinianin simbolin e drejtës zotëri. I kemi dhënë botës këta, perëndorët e mëdhaj. Sot luftojmë për lirinë tonë. Kjo është të tmerrshme. Ne kemi dhënë Gjergj Kastriotin, në ndërezën, nënën e botës. Prandaj është shumë e rëndësishme data 19. Në datën 19 që dardanët shkojnë në kutitë votimit, duhet të kenë parasysh në ndërezën, e cila dhe në vitin e mrapsht 97 ju lut Bill Clintoni të bëni diçka për kombin tim. Dhe Bill Clintoni pasi mbari lufta i shkoi te varri i tha, unë e kreva detyrën, tani shkoat lutesh ti për mua. Mos harrojmë faktin që babai Nën Terezës, Kolbi Axhiu, i vrarë nga serbët, ish antar i Këshillit Bashkiak të Shkupit. Amanet gjuhën shqipe në la. Dhe tani beteja... Atë gjuhë duhet të ruajmë neve, atë gjuhë duhet të ruajmë. Tani beteja, po të mos ishte beteja që ka nga ushtria shkrimtare kombëtare e Maqedonisë Veriut. Dhe fiks Ali Ahmeti,
me ekipin e tij, gjuha shqipe do përshkatohej nga gjykata kushtetuese. Prandaj ne du t'i themi që nuk ka vendim as gjykatash, as administratash që më heq gjuhën shqipe. Gjuha shqipe gjuhë hinore dhe aty është me alfabeti, në Maqedoninë e Veriut. Dhe në data 19 është lumturimi në Terezës. Pra është ditë simbolike. Ajo është lapsi i Zotit në tokë, ajo tashmë është dhe shëjtruar, për data 19 është datë simbolike që fton shqiptarët. Dhe data 17, ti figura kena, figura unikale, unike, Gjergj Kastiotin e në Terezën. Dhe e ka deklaruar vetë, i me gjak, jam shqiptar. Tani pra është moment historik të lëmë me janë inatet politike, merit, ambicet personale, për përfitime, ofiqesh, por është momenti që nuk na falet më. Është moment historik, s'ka gjeme dhe të mërshme tash. Se sa ata që kanë luftuar për liri, Pjenburg është njësoj, sikur ta marrësh George Washingtonin, ta qosh nga varri, e ta dënosh. Që ka rritë të shliroj kombin Amerikan. është njësoj, si ta marrësh Garibaldin, si ta marrësh Simon Bolivarin. E ti thuash jene në akuzë se ke luftuar. Edhe këta zotëri kanë luftuar për kauzën që është nga 1389. Pa 600 vjet. Më në fund ka realizuar kauzën me të shajt. Ke pasur mundësi të flasësh me ndonjë prej familjarëve, qoftë të Thaçit, qoftë... Unë kam komunikim vazhdueshëm, jo kam patur mundësi. Unë do të pyes tani se unë pos të pyeta, unë e kam për detyrë se unë di disa gjëra, por më duhet të të pyes. Komunikim të vazhdueshëm, zotëri, unë që nga vitet 97, 98, 99, kur atër krija detyrën e nënkryetarit bashkisë së Tropojës, ne kemi pritur Mira vëllezër në 98-ën. Një vit para që më ndodhe kësot i madhë, rreth 20.000 vëllezër dhe motra nga Kosovë. Po. I kemi pritur dhe... Se është Jakub Krasniqi, është Recep Selimi. Atër kam qenë detyrën e nënkryetarit bashkisë së Tropojës. Dhe ngjarjet kanë qenë ngjarje të rënda, do të thënë kemi pritur me mundësitë tona. Sigurisht që unë kam qenë gjithmonë modest, nuk kam folur ndonjëherë unë e di shumë mirë. Thjesht unë po të them për shikuesit e dëgjuesit tuaj, Ushtria Shërimtare e Kosovës, Ushtria Shërimtare Kombëtare e Maqedonisë së Veriut, Ushtria UÇPMB-ja, pra veteranët e luftës, me kanë ndëruar me 3 mirënjohjet. Ushtria Shërimtare Kombëtare, veteranët me kanë dhënë mirënjohjen do të thënë është akademia e parë e këtij lloji, herojtë e heshtur. Unë nuk kam folur asnjëherë për vete, por kam kryer detyrën që më ka takuar për ta kryer. Pra, Malësia e Gjakovës ka qenë tjepi i pritjes, tjepi i luftës, tjepi i mikpritjes të Kosovës, prandaj është quajtur dhe Malësia e Gjakovës, dhe ka qenë kryeqytet i luftës. Ka qenë kryeqytet i mikpritjes të vëllezërve tanë nga Kosova. Dhe kjo është me pakta që kemi bërë për luftën në Kosovës. Lufta ka qenë të gjithë në front, ka qenë luftë e pa barabartë, sepse ka qenë një ushtri me disa ushtri, që gjitha ushtrit slave kanë qenë bashkë, mos harrojmë me një nga ushtrit më të fuqishme të Evropës, kanë qenë ushtria serbiste. Makineria ushtarake e Slobodan Miloševićit ka adaptuar metodat më të tmerrshme të vrasjeve, dhunimeve, përdhunimeve, ekzekutimeve të tmerrshme dhe në datën 17 pas mitingut, protest, tobimet, tek Salla e Kulturës Kishës Ortodokse do të shfaqet një film, Mala. Filmi është shumë i dhimbshëm, është i tmerrshëm dhe do të dëshmojë tragjedinë që ka kaluar populli i Kosovës. Prandaj në pas të këtij aktiviteti do të kemi dhe shfaqjen e filmit Mala. Quhet disa djema nga Kosova kanë bërë një film të mrekullueshëm dhe do të shfaqet atë ditë, pas nesër, në orën 18:30 minuta tek Kisha Ortodokse, tek Salla e Kulturës. Do të kemi marshin e UÇK-s, Ari Vladi. Pashe, kishe hedhur dhe një foto me të. Po, ka ardhe Enkas disa ditë para. Do të kemi hymnin kombëtar, që tashme do të këndoj Kastriot Tusha, do të kemi këngëtarën e mrekullueshme që këndon këngën
Adem Jasharit Shkurt e Feza, do të kemi një interpretim të shkëlqyer të zotit Lesh Nikola, zgjohu Kosovë, do kemi disa përshëndetje, pra pak a shumë kjo është aktiviteti, kam zgjedhur dhe kam propozuar grupit organizator dhe kanë pranuar një zëri, kam bërë këtë përzgjedhje, sepse Arif Vladi, Shkurt e Feza, Lesh Nikola kanë qenë pjesë e veprimtarive të Unionit Artistik të Kombit Shqiptar që nga Sofra Dardane në Tërpoj, Festivali i Këngës e Vallëshame në Sarand, Mirë se vini në Alpën në Plau Guci, në festivalin Këngë Johon Strug, në festivalin e shkëndesur mbi Shkëlqen Deçan, në Gjilan, me zotin Lesh Nikola kemi qenë dhe kemi organizuar me ish kryetarin e komunës, sot është nërkryetar, Ragmi Mustafa, festivalin e parë të Këngës e Vallit Shqipe në Preshevë, që përmendet Ridvan Sjazimin, në kuadrin e 10 vjetorit të luftës së UÇPMB-s dhe për aktivitetin tonë, për deklaratën time që Çamëria dhe Presheva janë dy degë thyra, po jo të tharë të ligjit kombëtar shqiptar, ka bërë një notë proteste Rusia, kundër qeverisë shqiptare, atëherë qeverisë të Partia Demokratike Sali Berisha, për deklaratët e mia. Është bëhet fjalë për vitin 2011. Ne sigurisht u rikthyem edhe si vjet prapë në një aktivitet tjetër në Preshevë. Kështu që kam zgjedhur ata njerëz që kanë qenë pararoja e veprimtarisë artistike që ka patur si qëllim unifikimin e kulturës kombëtare, shqiptare dhe shpirtërore. Dhe pas 20 vitësh kthehemi në sheshin Skënderbej. Aty me 18 maj të vitit 2006 kemi organizuar një spektakël, një kom, një qëndrim në sheshin Skënderbej me zërat më të mirë të të gjitha trojave shqiptare, ku kemi kërkuar pavarësinë evropiane të Kosovës. Kemi kërkuar që të bëjmë thirrje shqiptarëve të Malizzi për t'i dhënë goditjen e fundit, knockdownin e fundit të Slobodan Miloševićit në referendumin që organizoi atëherë. Dhe në fakt ashtu ndodhi. Referendumi u realizua me votën e shqiptarëve, u përcaktua shkputja Malizzi nga Serbia dhe Slobodan Miloševići mori goditjen e fundit. Pra, i kam zgjedhur këto personalitete, të cilët në vijimësi kanë patur një kontribut të jashtëzakonshëm në fushën e artit, në funksion të çështjes kombëtare, sepse deviza jonë ka qenë politik artistike, art politik, art diplomatik, diplomacia artistike, sepse mesazhet si përcjell arti vështirë se sa i përcjell politika. Dhe luftëtarët e UÇK-s, para se dilte kënga e Arif Vladit, këndonin këngën e Dervish Shaqës, telat e Çiftelis, e Zerit i Iberland, moj Shqipëri, mos thuj Marova, se djem tu halaj në gjallë në komën qua rep të Kosova, e bën luftën ballë për ballë. Dhe gjën më të rëndësishme ushtarët UÇK-s, kasetën e këngëve Dervish Shaqës kishin. Pastaj doli hymni i UÇK-s, Zoti Arif Vladi, se këtu janë den babaden, për këtë tokë i jap shpirtin tëm. E ashtu është e vërtet. Gjithmonë shqiptarët janë detyruar të nxjerrin, të bëjnë betime solemne. Për këtë plis e jap këtë plis, ose për këtë tokë e jap këtë kokë. Vetëm betimi solemn i 250 delegatëve në Jonik mjafton për të parë se çfarë kanë bërë shqiptarë zotëri për lirinë e tyre. Do betohem, thotë, se do bëjmë gjithçka fli. 250 delegatë janë mbledhur në Kuvendin e Jonikut që kanë hartuar platformën e përgjithshme të organizimit të kryengritjes së përgjithshme shqiptare që çoi pastaj në Kuvendin e Shkupit, çlimin e Shkupit dhe shpalljen e pavarësisë mlore. Pra, dhe kthehemi edhe herë, do të bëjmë gjithçka fli. Në qoftë nevoja, do i bëjmë kurban dhe fëmijët tanë për lirinë. Që pastaj proklamata e Hasan Prishtinit ishte liri a vdekje. Kemi deklaratën e Sulejman Vogçit, 3 jetë po t'i kisha, të 3 do t'i jepja për Shqipërinë. Apo edhe 100 vite po t'i kem, do t'i shkrija për Shqipërinë, thot Isa Boletini. Kurse sot ka disa që dalin me teorinë e kombit kosovar. S'ka gjë më të tmerrshme zotëri. Gjë më të dhimbshme nuk ka. Po kush punon dhe nuk bën kompromis, fiton. Tani, në Maltezi, pas këmbguljes së Këshillit Organizativ Shqiptar të Maltezi, pra Këshillit Kombëtar, është bërë abetarja zyrtare. Pra gjua shqipe, abetarja, është futur zyrtarisht.
falë kontributit shqiptarëve. Se shqiptarët janë me vokacion perëndimor, por janë shqiptarët e Malit Zi, janë shumë patriotë, zotëri. Po, e di. Dhe edhe për këtë rast, po bëjnë një organizim fantastik për të ardhur në 17, në orën 17. Azgan, të doja në fakt të vazhdonim të t'ju pyesja pak edhe për atë se çfarë po ndodh sot në Kosovë dhe më pas të kalojmë dhe në Maqedoninë e Veriut. Raundi i parë duket sikur Kurti ka rënë në vota. Ne kemi lajmëruar prej kohësh që për shkak të politikës izolacioniste të Kurtit në emër të sorbanizmit i shkaktuar dëm të madh Kosovës. Sa ka arritur dhe aty që në momente festash presidentet e Shtetit Bashkuar të Amerikës t'i dërgojnë popullit Telegram e jo kryeministit të Kosovës. Kurti me megalomanin e tij, mitomanin, e ka çuar Kosovën në këtë ditë, që për t'ia humbë gjithë miqt. Dhe rezultati dihet. Kosova, vëllezërit tanë nga Kosova, midis Albin Kurtit dhe Kosovës, orientimit saj euroatlantik, e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, zgjodhen të votojnë kundër Kurtit. Kurti ka dalë me 3 komuna. Është në 12 balotazh, ka dalë në 3 komuna, nga 37 komuna. 9 komune kanë marrë serbët. Fal politikës së Albin Kurtit. Dhe në raundin e dytë, unë besoj që opozita e bashkuar e shkatron Kurtin. S'me rasti komunë. Gjitha përpjekjet e tina, kota jo, kam numrat e për qeverinë, si kam numrat për qeverinë, Kurti ka mbaruar. Sot është e rëndësishme opozita e bashkuar. Do me thënë ju thoni që Kurti bashkoj serbët dhe ata morën 9 komuna. Me politikën që bërë. Me politikën që bërë. U bashkuan serbët. U bashkuan serbët dhe morën 9 komuna. Po, sepse ne jemi mësuar me Mitrovicën e Veriut, që thash, unë s'kam qenë kur kategorik, kjo është tradhtar, ai është hero, kjo është Esat Pasha, kjo qenë gjatë gjithë kohës Esat Pasha, Hasan Prishtin. Jo, unë sjell argumentin. Çfarë kam rri Kurti me politikën në Mitrovicën e Veriut? Pastaj, betejë për Mitrovicën e Kurtit në Vučićin, që është një betejë me i dhënë kartën nacionale, nacionalizmin njëri tjetrit kot. E morën Trepçën e kishin marrë anglezët dhe këta bëshin betejë. E kanë marrë për 100 vite tjera zotëri anglezë. Pse nuk duhet t'u shpjegojmë qytetarëve që na dëgjojnë. Në vitin 1924, mbreti Aleksandër u ka dhënë anglezëve Trepçën. Pas 100 vitesh, nisi lufta, e kanë marrë përsëri anglezët, ka ardhur vetë Kamerun, ish kancelar. Ish kryeministri. Kryeministri i Anglisë, e takoi edhe ka marrë Izraeli. U ngritën Franca, India, Kina për ta marrë Trepçën dhe morën ata që kishin. Gjithë veprimtaria i 100 vjeçare është në emër të tyre. Pra nuk është, duhet t'ia shpjegojmë atyre që na dëgjojnë, cila është e vërteta. Midis saj e vërtetë, pastaj ata zgjedhin vet. Pra, Kurti ka marrë 3 komuna. Ka marrë Podujevën, ka marrë është balotazh. Kamenicën. Pra, të gjitha kufime Serbini ka marrë. Po dhe në Kamenicë atje unë e njoh zonën dhe di pse i ka marrë se është kandidati një djalë shumë i mirë. Nuk është se ishte zotësia e Kurtit, po të them që ka humbë Ferizajt, ka humbë Prishtinën, ka humbë Gjakovën, humbë Deçanin, humbë Rafshin Dukagjinit, humbë Pen, i ka humbë gjitha morsutri. Gjitha i ka humbë. Gjithë po çfarë morali ka ai me thënë të formoj cilin qeveri të formoj? Populli ka fol. E do flas tani në raundin e dytë. Asnjë komunë se merr Kurti. Vetëm një në marë. Do keli me 3 komuna apo me 4? Po, e në vetëm të gjithë se unë e njoh mirë popullin e Kosovës, edhe zonat, po i kam bërë këto sondazhet. Edhe sondazhet dashamirësit të Kurtit në raundin e dytë janë nxjerrën 2 komuna. Abdigjiku surprizë. Po. LDK janë me rezultatin që ka marrë sepse ajo udhëheq me numër votash. Kurti ka dalë i treti. Po. Unë kam qenë gjithmonë kategorik në thirrje. Opozita duhet të bashkohet bashkë. Edhe sot, nga kjo studje juaj, u bëj thirrje në raundin e dytë, opozita të bëjë matematikën e vet, sepse gjithkund ku është Kurti në 12 balotazhe, duhet me ik Kurti. Dhe ata duhet mbështetin njëri tjetrin. Kurti
du ta harrojnë historia. Pra ata ku është PDK-ja dobë duhet ta mbështes LDK-n dhe ku është LDK-ja dobë duhet ta mbështes PDK-n. Unë nuk kam asnjë inat me Kurtin. E di shumë mirë ti nuk je njeri Po që një mban nga inate. masakrat që ka bërë Serbia është burgu i Dubraves. Pra ne ato 100 masakra, Kurti ka qenë në burg, ka dalë nga burgu, në burg ka met Ukshin Hotin, në burg ka met ai avukati Kelmendin, në burg ka met është vrarë Fëmija Gani, Kurti ka nuk ja dëshiroj unë që ishte vrarë Kurti. Por e kemi thënë dhe një herë tjetër. Kurti ishte i kapur nga Sokolovici, ministri i brendshëm i Miloševićit, për shkak lidhjes me Derbijen, e cila e bëri dhe konferencën për shtyp pasi dolin nga burgu. Miloševići i kërkoi Sokolovicit atëherë të ndante Derbijen, që se ndau dot me Kurtin dhe Sokolovici u gjet i vrarë në rrethana të dyshimta, ministri i brendshëm i Miloševićit zotëri. Dhe unë kam të drejtë të dyshoj. Dhe ja ka thënë Haredinaj, kalorës i Liris Dardane, 3 herë, 2 herë në Hagë, e herë në Kolmar, ka dalë nga dhënjimtar, e ka mundur të gjykata, të cilat i ka thënë të drejtë, si luftëtar u çekes, të drejtën për kauzën kombëtare. E ka thujt që agent ruse dhe agent serbe. Pra, është situatë shumë dramatike në Kosovë. S'mund t'jesh ti në emër të serbanizmit anti-Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sa herë vjen lufta, thrasim Amerika. Po, është vërtet. Kur kërkojmë pushtet personal, duam sovranizëm. Cili është sovranizmi këtu? Cili është sovranizmi zotëri? Çfarë mund të kishim bënë nëse do të kishim Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Ne do ishim shumë keq asgan. Këtë e them me bindje. Po me bindje pra, po nuk mund të sepse neve Europa nuk na ka dashur. Po Evropa s'na ka dashur? S'na ka dashur. Po edhe tani po dëshmon që s'po. Po edhe tani as nuk e diskutoj, neve pak Gjermania na do edhe këtu jemi rregull, edhe perandoria austro-hungareze me Austrinë. Pra këto dyja kanë qenë dashamirëse ndaj nesh. Perandoria austro-hungareze, me qenë se i përmende, është investitore jashtëzakonshme për shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë. Po, e di. Dhe Konti Bertolt, ish ministri i jashtëm, në shënimet e tij, thot në vitin 1913, pas konferencës së ambasadorëve në Londër, u detyruam për të bërë një kompromis dhimbshëm, për të shpëtuar Shkodrën nga synimet aneksioniste të Malit të Zi, ne e ndam Gjakovën nga malësia saj. Pra nga malësia Gjakovës për cilën po flas. Pra dhe ata kanë qenë kategorik, jo për autonomi, për pavarësi të Shqipërisë. Për pavarësi të Shqipërisë. Absolut. Por Austro-Hungaria nuk është më. Po, është vetëm Austria. Është vetëm Austria që s'ka fuqi. S'ka fuqi, por Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë aleati strategjik. Pra po e theksa edhe një herë, nga Wilsoni, Nixoni, Bill Clintoni, Bushi erdhi në Tiranë dhe tha, pavarësi sot nesër është vonë. Por ai Trumpi do na vi këtu si mendon. Këto janë deklarata zotëri, Trumpi bëni deklaratë. Po, ka dhe mesazhe të forta. Bëri deklaratë. Tha, Serbia do të sulmonte Kosovën. E konfirmoi edhe presidenti i Kosovës. Pra Trumpi bëri deklaratë. Sa do është përpjek Vučići se ka ardhur djali Trumpit se do bëjmë biznes, Trumpi nuk e priti Vučićin. Dhe përfundojnë në spital. Se këta edhe këtë Sazanin e shistin si marrëveshje, se po t'ysh muhabetet e brendshme. E folëm pak për sipër për Çeçistopullin. Që nga ditat që kam lerë, as jam shitur, as jam blerë. Këta kanë menduar se e blejnë Trumpin e bëjnë marrëveshje si me Sorosin. S'ka nevojë Trumpi me i blekta. Trumpi ka një platformë, një strategji, da të shqitja Sazanin, da të shqitja Tiranën. Da të shqiti këtë duash ti e i prapë do vazhdojmë me të vetë. Ka një platformë, tani i kthehet Ukrainës dhe do vendoset në Ballkan. Dhe Trumpi ka konfirmuar politikën e Bidenit për Ballkanin, për nëngratat, për ata që shpresonin që jo po do ketë politikë tjetër, do ketë politikë tjetër, pra i ka quajtur njësoj rrezik për sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe nuk ka ndryshim strategjie. Dhe
edhe gje, Tumani, po raporton dhe në komisioni, dhe po e pysnin. Dhe a i tha, për çështjen më Gënigal, kam bërë hetimet e mia, kam ndërkuar letër përësi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pres përgjigjen. Pra, e të regoj si ku është puna. Këta është i problemi. Këta dalin flasin nëmën Trumpit ky, nëmën Trumpit ai, nëmën të administratës ky, se jap me garanci, se jap me garanci. Kjo është një strategji e madhe. Unë kam ardhur të flas studio për ato që mundëm të bëjon. Dhe me 17, këto që i thash, i bejun, ato që i thash i bejnë ata të tjerët, që jemi bashkë me ta. Pra është një ndërmarrje e përbashkët, e shoqatave të dalë nga lufta, Unioni Artistik i Kombit Shqiptar, dhe 15 shoqata, që mlidhen sot në orën 17 për t'i dhënë mbështetje në Hotel Tirana, kanë një konferencë për shtyp, 15 shoqata të tjera, universitete, pa përfaqësuesit e universiteteve, përfaqësuesit e komuniteteve fetare kanë bërë thirrje gje, Alfred Mojsiu ka bërë thirrje gje, ish presidenti, dhe shfugjirasin t'i drejtohem të gjitha partive politike. Që të bëjnë një thirrje për të. Po që të bëjnë një thirrje, t'i drejtohem të gjithë deputetët të Parlamentit të Shqipërisë. Ama vetëm Berisha s'po flet për këtë. Po Berisha s'flet. A ka thënë Berisha e bërë nën grata për Kosovën? Për qëndrimin që këmbajt për Kosovën, e shpëtova Kosovën pa u ndarë. Po ja themi Berishës dhe shqiptarëve. Në samitin e Berlinit ndonë se vetëm. Planin e soptimit e ka dërmuar Ramush Haradinaj. Ndonë se vetëm, po e thema, dhe e di me saksi. Ndonë se vetëm. As nuk e vënë diskutim. Ska lidhje Berisha. Me Facebook e ka shpëtu Berisha. Ja pa ku ka Kosovën. Kur ka inauguruar rrugën e Kombit Berisha, e mani mend përqafimet me zotin Thaçi? Po. Ja i Thaç është. Po pse se reagon tani Berisha? Të dy kanë thënë njëri tjetrit dragati i Serbisë. Po pse se reagon tani? Po të reagojnë pra. Të reagojnë. Ta kundërshtojnë protestën. Rama ka bërë thirrje. Rama po. Rama thotë pranova, me kënaqësi thotë të shpëndaj thirrjen e organizatorëve të protestës. Po Berisha ka bërë dhe Taulan Balla, kryetari i grupit parlamentar, dhe unë i ftoj të gjitha partitë politike. Ju ka komçuar ftesën në partitë politike. Edhe Berishës dhe Gazbardhit i bën thirrje. Po hajde Gaz aty. Gaz, hajde. Hajde Gaz. Edhe Flamurnog si bëj thirrje. Edhe Flamurnogës. Po, hajdeni aty. Publikisht, edhe Berisha si bëj thirrje. Hajde, publikisht. Publikisht. Sot është o sot o kur. Sos bota slave po përplaset me botën shqiptare. Bota shqiptare i përgjigjet me beslidhje të re në sheshin Skënderbeu. Dhe i përgjigjet me plebishit popullor me 19 në Shkup. Aty është kulmi përplasjes botës slave me botën shqiptare. Në kryeqytetin Dardan. Do të pyes edhe për Shkupin. Sheshi Skënderbeu ka vend për të gjithë. Unë do të jem për veten time Azgan, kështu që dhe i ftoj të gjithë ata që kanë mundësi të vinë aty me kapelen e UÇK-s. Me kapelen e UÇK-s. Me plisë bardhë. Të UÇK-s do ta kërkoj ty në kapelen nëse ke tjetër se Patjetër. Pra ky është problemi i madh sot. Lufta e UÇK-s në na bashkon të gjithëve është luftë e shajt. E shajt, e thënë që në fillim e theksojmë prapë, apostrofojmë. Është luftë e shajt. Betejat me legjendare janë bërë nga UÇK-ja me ushtrit, jo me ushtrin. Ushtrit slave. Rus, Ukrainas, Serb kanë qenë të angazhuar dhe betejat me të mëdha bën rasën e Zogit. 2309 metra me nivel detit. Kush e merrte rasën, e merrte betejën. Azgan. Duke qenë se një Kosovën mirë dhe unë kam përveç kësajt kam edhe kurreshtje të zhvillimeve politike. Nuk dua ta mbaj shumë tek sepse për mua parsore është që kjo protestë jetë sa më madhështore dhe t'i japi mesazh sa më të fortë që unë jam i bindur që do japi, por e kemi si ndjesi dhe si detyrim ndaj sakrificës që kanë dhënë shqiptarët e Kosovës, shqiptarët e Shqipërisë dhe kushdo që me pushk apo me fjalë ka kontribuar për çlirimin e Kosovës apo edhe për bashkimin e faktorit shqiptar se shumë e rëndësishme. Para 5 ditësh, të publikuar në rrjetet sociale një video, një nën kishte 7 fëmijë djem e ju kishin vrarë 5 djem. Dhe aq shumë e kishte humbur sa nuk ka dinë dhe as emrat djemve që ju kanë vrarë.
Dhe këta e kanë Nikolaj, këta patriotët e vonuar, me folë. Beri kjo kështu, beri, është sakrifikuar familja Demi Asharit të njëjta. 2 familje legjendare janë në Kosovë, Resare dhe Haradinaj. 2 javë mrapa kanë sulmu Haradinaj. Në qoftë se ekzekutoheshin dhe Haradinajt, Madi Ramushi ka mbajt vllain e vet mbi supën në mënyrë. Askush, ajo është si në kohën e Dardanisë antike, zotëri, betimi Dardanëve me Smelan të vdekurin në luftë. Njëjtën gjë kanë bërë, siç kanë bërë me Luanin, ne ka marrë 4 orë në supë. Edhe vetë i plagosur, njëjtën gjë është bërë edhe me Shkelcenin. Për ta tërheqë nga terreni. Është vrarë dhe në veri. E di. Pra, askush s'ka bërë më shumë se ata. Dhe madje edhe Xhem Surbin tha, ne kishim bashkëpunim me Haradinën që është para luftës. Pra, dëshmoj kush janë partnerët adekuat këtu. Azgan, në Kosovë Ramiz Ladrovci në Drenas në thonjza i theu turinj të PDK-s. Po ishte gabim trashaniki i PDK-s që spostoi Ramiz Ladrovcin. Sepse e donin ta spostonin vajti gjithë LDK-ja, vajti gjithë kryesia, vajtën emrat kryesor, tentuan ta luftonin me përgjim, janë nxorën 2 ditë para zgjedhjeve, i bën një luftë të frikshme, por me sa e kam ndjekur unë, dhe këtu them opinionin tim, Ramiz Ladrovci edhe qëndrimet i pati prej burri. Mbase nuk spikase në artikulim ose ndonjë autorit të madhe, në artikulim, por qëndrimet e tij kishte prej burrit vërtet Azgan, siç i ka hije një shqiptari dhe shikoja në çdo aspekt. Ramiz Ladrovci herë spari është luftëtar vet. Pastaj është vllai i Femil Ladrovcit, e Xhevës. Xheva dhe Femiu janë raste unikale zotëri, siç ishin Azembejta me shotën. Po ata u vranë të 2 për njëherë. Dhe e thashun, e citoj edhe njëherë. Me e shtrajt se jeta ime dhe familja ime është atë dhe im. Dhe aje ka të i kaluar sentencën e Napoleon Bonapartet, që thot njeriu, tallohet nga të qeret, nga plagët që ka marrë në luftë për ardheun e tij. Këta që kanë marrë plagën në ratë 2, edhe luftëtarë është edhe Ramizi. Apo, thanja filozofike, sundu se tash 2000 vjetë, Aristotelet nga do që të shkoj, atë dheun e kam në supe. Me është shtrajt se jeta ime, se familja ime, është atë dheu im. Apo thënë në filozofike të një shkrimtarit madhe, Victor Hugo, duhet bëjnë një vepër në shkrim të atë dheut, pasaj lëvdes. Këta kanë bërë vepër në zotëri. Dhe ti tani është pësto se duon. A thash pak më sipër që çështja kombëtare nuk duron të përdori për përfitime personale. Këta kur kanë shkuar në luftë, kanë shkuar me dhënë jetën, o zotëri. Kanë shkuar me dhënë jetën në luftë dhe këta më të lumtur. Për të dhënë dhe një mesazh. Më të lumtur kanë qenë kur shkonin plumbat në front e Bajruti, sesa kur shkon te Buka. Se për Buk ti duron 7 ditë. Për Baruc nuk duron dot as 7 minuta se të vrasin të tjerë. Pra ka qenë një luftë e vështirë, edhe filozofikisht duke e pamundur, por me qëndrez, me besim të Zotit, me bekim të Zotit dhe me mbështetjen e shteteve konkretisht Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe Aleancës Atlantikut kanë spikatur zotëri. Si Clark thot, ushtria çlirimtare në Koshare në ka bërë një shërbim shumë të madh, sepse duke bërë luftë aty i nxirr të zbuluar në shesh forcat e makinerisë ushtarake të Slobodan Miloševićit. E diti zotëri që qemë të UÇK-s e kanë konkretizuar eposin e Krishnikëve, të betejave legjendare të Mujit të Halilit me krajlitë serbe, apo të Gjergj Zaliz, ushtarë të UÇK-s. Pa ju tharë ende gjaku i plagëve të vjetra, i shtrëngonin edhe atë plag, i freskonin dhe dilnin për të ndeshur me bajlozët zotëri të Serbisë. Dhe ata e kanë thyrë kufirin shqiptar o shqiptar. Kanë ardhur madje edhe me koshiencë. Për shembull, për ta marrë Agim Ramadanin, antar i Akademisë Evropiane të Arteve. E kanë nënshkruar vetë nekrologjinë e tij.
me vargjet lapidare, zotëri. Mu shteshin sytë nëse pushoj, lirin tënde tuj e ndruhe, mallkuar qoftë gjakull nëse mrasin pa luftuar. Tani, thot, on hije nuk kam, jam hi e hije nuk kam. Se kam ndruar jetë, askush nuk e di. Pra, e ka thënë para se më vdek. Pyesin, ku kam mbetur? Në trupin tënd të brisht jam shkrirë? Jo, nuk jam tretur. Pra kanë nënshkruar vetë, zotëri, para se më vdek. Dhe me të drejtë, për shembull, thyrësit kufirit, se ky ka thyrë kufirin, me përpara Luan Haradinaj, që e folëm, e ka marrë në shtëpinë Ramushi, e me të drejtë, vargjet lapitarit të Lirë Shaqirit. Gurin e kufirit e shkull si dhëmballën, mbi krater të vulkanit, gjali e hedh ballën. Gjokë që Luanit, një qiell me furtuna, bëhen tokë, e rrjedhin bashkë, drinje dhe buna. Pra, këto rrefenja, ose këto vargje, të rrëfimit, që rrëfejnë veprën e këtyre ushtetarëve të shajt lirisë, dëshmojnë se çfarë kanë bërë ata për atë dheu. Dhe me pa këta është prezenca fizike më 17, ora 17, në sheshin Skënderbej. Dhe për të përcjell kush ka mundësi, se filmi është shumë i dhimbshëm, edhe filmin. Është një orë film, Mala, që të transmetohet në orën 18:30 minuta në sallën e kulturës së Kishës Ortodokse. Azgan, do doja ndaloja pak të kjo pjesa të fitoria e Ramiz Ladrovci, do doja të pyesja pak më shumë për këtë çështje, se më intereson dhe vetë për dhënë mesazhet pse një parti i erën syt dhe do të udhëheqi dhe nuk e kam në kontekstin e partisë, për kam të një... Ladrovci bërë dhe gjithë në fisnik, pas fitores shkoj në shesh, tha e dedikoj, tha, herojve të lirisë, e dedikoj president Hashim Thaçi, etj, dhe tha unë do shkoj të PDK-s, aty kom vendin. Dhe ai tha, unë nuk e kam sharë kur PDK-n dhe ka bërë dhe thirrje në qoftë se ka... Ramizin, që e kam mik. E ke mik Ramiz Ladrovci. Mik personal. Bile jam ndëruar dhe me mirënjohje nga komuna e Drenasit. Dhe ka qenë bashkë me mua, kur kërku Maljametit për shtatoren e Tahir Sinanit. Tahir Sinanin Tropoj. Që është generali i 3 luftrave. Ka ardhur Ramizin Tropoj, ku ka qenë me Tahir Sinanin që është bërë busti? Ramizi ka ardhur disa herë në Tropoj, për para shifte vendin, kemi shkuar disa herë të shtatorja, bashkë me Maljametin, me Shkëlqi Majdarin, me disa miq tanë, dhe ka ardhur ka shoqëruar shtatoren për të vendosur, që kemi vendosur ditë para. Dhe ajo që tu të them për Ramizin është, kur të donë Zoti, pse nuk të donë me leqë të mos të ndinë për ta. Ramizin e nëzorën nga dera dhe u fut nga dretarja. Ramizi doli burr shumë Azgan. E nëzorën nga dera dhe u fut, u fut nga dretarja. Thash, a i ka ardhë të shtatorja, inaugurimi shtatorës të Tahir Sinanit është një nga evenimentet më të rëndësishme që kemi organizuar. Sigurisht, organizimit festiv është nga Unioni Artistik i Kombit Shqiptar, Bashkia Tropoj, kanë qenë të gjithë generalet e luftës, Ramush Haradinaj... I keni kënduar një këngë nga Italia, mirë ti ty ati o Azgan. Ajo ka qenë e çastit, e keni parë. E çastit ishte, e pashun, ajo ishte... E çastit. Ishte perl. Dhe ka qenë perl, dhe ka qenë një ngjarje e jashtëzakonshme. Dhe vargu i makineve ka qenë nga qafa e Morinës, e fundit edhe para hynë qytet Baramcurit. Ka që gjatë ka qenë vargu i makineve, i luftetarve, i bashkë luftetarve të Tahir Sinanit. Madje më shkruajtën dhe disa miq të mi, të cilët janë nga Kosova, jetojnë në Prishtinë. Përveç Tahir Sinanit, kemi edhe komandant Kavajin. Po, komandant Kavajin. Kemi edhe Skëndelajt Lagamin, kështu që... Indrit Carën. Indrit Carën, kështu që përveç ati, por Tahir Sinani është generali... Shikon që kam shumë informacione Azgan për to punë. Unë disa herë, të kam shkruar, ti nuk e nevoj për komplimente, por me klimin e sedrës njeriu ka nevoj, ti shkruan shumë bukur, dhe e konkret, me vjen shumë mirë të këmbar dhe unë të lexoj me kënaqësi, dhe sa më shumë të dish, aq më shumë pushtet ke. Jo, unë e kam e ndjek këtë... Unë e ti, konvergojnë në një pikë, nuk e kemi pushtetin për të përfituar. Ma unë e ndjek këtë kemi pushtet dje. Dhe një njeri që din ka pushtet.
një njeri që s'din. Kuptohet. Po jo, kjo kur lidhet me atë dhe unë asgan e kam më buron nga shpirti. Zotëri, kur me kanë vendos minën, me kanë vrarë në besën 31 tetor të vitit 2001, gazetarën, Unë e di, po. por dhe me shëdhimësur biblioteka. Një njeri pa biblioteke është si një trup pa shpirt. Pa më kështë përtu, e jëmë detruat, e ribej herë biblioteken. Se më ka dhim shpia, më ka dhim djeta jërzore e vajzës gazetare, që në vend që ta dërgojë të bënim nuse, e vishëm vellën e vdekjes. Dhe kryeministri ishte Ilir Meta. Edhe kur ai më arrestu ka qenë kryeministri Ilir Meta. E di shumë. Dhe tani Ilir Meta se Sali Berisha në bashkë. E ndonjëherë nga demokratët e zemruar me çumë tradhtar. Më kupton tani? E kuptoj shumë. Ata e kanë burgosur një tjetrin, e kanë liruar një tjetrin, kanë bërë pazar me një tjetrin. Unë s'kam bërë pazar, zotëri. Dhe kur ka ardhur Meta, kur më ka dërguar të dërguarit special të tij për të bërë marrëveshje me mua, unë e kam denoncuar në publik marrëveshjen. Që nga dita që kam bler, as jam shitur, as jam bler. Pra më kërkon të takim, me fronte ofiqe, pazare, dhe unë kam lajmëruar Sali Berishën, i cili ka dalë në konferencë për shtyp. Kthehu në kohë, 2 javë përpara se të ndodhte ngjarja e dhimbshme. Dhe kam thënë, Ilir Meta ka bërë këtë, dhe Sali Berisha ka thënë, asgan haglaj, as nuk shitet, as nuk blihet. Unë ai asgan jam. I njëjti jam. Njëjti jam. Ka dalë dhe Edi Paloka, pra në 2 konferenca për shtyp, brenda dite. Dhe unë, njeriu që nuk kam dashur kur një jetën time të bëhem hipotek, askujt. Në momentin që je hipotek, pa bësh kolateral në hipotek, je i mbaruar. Prandaj edhe ti, sot në Belgja, është vështirë sot që është i pamarë. Bravo, ke bërë zgjedhjen e duhur. Të vështirë, por të duhur. Fjala është shumë e rëndësishme. Një nga poetët më të mëdhaj, autori Fije Bari, pra Ujtman, që ka bërë librin Fije Bari, thotë s'kam çfarë të jap kombitim përveç se fjalës. Por fjala është e rëndësishme kur është e pavarur. Qoftë është fjalë e kontrolluar, s'ka fuqi. Fuqinë ka zero. Asgan, Maqedonia e Veriut në zgjedhje. Ali Ahmeti është bashkuar me gjithë frontin opozitar, Arben Taravari është këputur nga Vleni, është bashkuar me Ali Ahmetin. Ali Ahmeti është treguar doluar, po them, në sensin që i ka dhënë emrat kryesor të Taravarit, ju ka dhënë disa komuna, për që në ata fytyra cilët e drejtojnë fushatën. Ka pasur sulme të forta ndaj Ali Ahmetit, madje e unë kam reaguar me një shkrim që mos ngatroni luftën me zhvillimet politike. Duket se po vazhdon përsëri kjo përplasje e Vlenit, i Izet Mexhitit me shok, por edhe eksponentëve tjerë të Vlenit. Çfarë do ndodhi dhe si e shikon? Unë e shikoj një fitore spektakolare të aleancës kombëtare për integrim. Nga Struga, qerë në Likovë. Në Likovën, e Ismet Jasharit, e Fadil Nimanit, Tigrit. Fitore spektakolare. Pse? Tashmë shqiptarët janë vetë disuar, janë ndërgjegjësuar. Pavarësisht hatërmbetjeve, e unë shfrytëzoj rastin të bëj dhe i thirrje, shumë shqiptarisht, por tepër vllaznisht. Për te hatërmbetjeve, për te qefmbetjeve, është koha të gjykosh për kë do të votosh. Nuk ka më kthim mrapa. E Vleni zvlen me. Është tojc e vëmëro të bënes. E kam ndjekur me shumë vëmendje fushatën, figurë eksponent të shquar të Vlenit janë në mbylljen e fushatave në qytetet të Mickovskit. Mickovski ka një platformë, xhberjen e shtetit të konstruktuar të Ali Ahmetit, zotëri. Po e theksa dhe i herë, barazi qytetare, bashkëjetesë ndërfetare,
harmoni ndërfetare, bashkëjetesë ndëretnike, orientim euro-atlantik. Fal Ali Ahmetit, kemi patur kryetarin e parlamentit shqiptar për herë të parë, kryeministrin shqiptar për herë të parë, gjysmën e qeverisë shqiptar. Sot ku janë, zotëri? Kryetari i parlamentit, zoti Gashi, dridhet kur është në një takim që janë hymnet edhe i Shqipërisë, edhe i Maqedonisë Veriut. Ai nuk dridhet kur e dëgjon hymnin shqiptar, ka frikë, zotëri, ka panik. I flet ish kryetares parlamentit Spiropalit në gjuhë maqedonëse. Po e pashin çmendurie. Është skandal, mor, zotëri. Ishte çmendurie. Po skandal. I flet në gjuhë maqedonëse, dridhet. Për çfarë? Betejë Ali Ahmetit është për identitet e për dignitet. Ty po ta marrin gjuhën, mor, zotëri. Zagare Lakeni thaj. Gjuha hynore, ta ka thënë Zoti. Dhe ti flet maqedonisht. 40% të administratës këtë pas shqiptar. Gjysma qeverisë shqiptare. Kryetari gjykatës shqiptar. Ali Ahmetit i bën hile, zotëri, edhe në zgjedhjet e kaluara. Ta kam shpjeguar, po ta shpjegoj edhe një herë. Ka dalë forca e dytë, 19 mandate. Forca e tretë, LSDB-ja, 18 mandate. Ja marrin mandatin me gjykat të 19. E dolën 18 me 18. Shkoj të vlenja i qetëri. Dhe 30.000 vota i kishte më shumë se BDI-ja, koalicioni Ali Ahmetit, i kishte LSDB-ja. Por pse ndodhi ajo? Partia dytë, ose koalicioni dytë, merr të drejtorin e televiziorit publik, kryetarin e Komisionit Qendror Zgjedhjeve, me duket se jam i sigurt edhe prokurorin e përgjithshëm. Dhe përkësh me spjalan atij, e bën të makinecion. Dhe pjesë e skenarëve është vetë Vleni. Pra çfarë ka sjell Vleni, më zotëri? Stojlkovićin. Këta edhe sot i ftoj edhe herë. Keni ende kohë për të treguar shqiptarizëm. Ismail Qemali, ai tha, a është ndonjëri nga ju që i ka me të ende gjak shqiptare? A i kënda të sultani. Dhe i tha, kur arrestuat Abdul Frashin, nuk e treguat e kaq të sjellshëm me mua. A i në kalon një postulat. Gjuha është thesari, miq mua një kombi. Ismail Qemali. Gjuha është elementi i mbijetesës të shqiptarëve Maqedonisë Veriut. Ali Ahmeti, me forcën e BDI-s, e mbajti gjuhën sepse gjykata kushtetuese ishte përgatitur për ta hequr si gjuhë, zotëri. Dhe ku? Në manastir. Pas 14 nëntor, 22 nëntor, 908 ka patur 6 ditë diskutime për alfabetin. Dhe pas që rrit kompromisi, Luigi Grakuqi u fut me drasën e zezë dhe u shkruajti rroft alfabeti shqip. U shkruajti alfabeti dhe të gjithë bërritën rroft alfabeti. Në manastir, në Maqedoni. A ka gjepet bukur? Dhe Ndrebjeda i ka vargjet lapidare. Për mizat që më shronë në Bilbili, gjua shqipe më çukullon, për mi erë si me për Bilbili, pa nda zemën më bagushlon. Gegët Tosk, Malësi, Alia, janë një kom më ndas duron, fund e maj, një Shqipëria e një gjuhë gjithë në bashkon. A ka gjë me fatale se sot ne përsëri të perifrazojmë rilincat si tanë të mdhej për shkakun të qëndrimit të vlenve apas vlenve, që të godet mund në palës, integritetin, dignitetin, gjuhën. Po gjuhë është elementi dallues. Qeti dhe le thot, Kombësia Kosovare, qeti dhe le thot, do bëjmë një shtet kështu, do bëjmë një shtet ashtu. O zotëri, platforma jonë e përbashkët është shtet kombi shqiptar. Kombi tjera kanë kryer me kohë. Qa ka humë Gjermania nga bashkimi? Qa ka humë Evropa nga bashkimi të Gjermania? Të gjitha dorit, ti kthejmë edhe një herë Bushit. Pse tha pavarësi sot? Se këta thonë e gjithë, po e gjithë Tiranën, pasi Tiranën po e pengonte. Shiç po pengojnë sot? Po. Me të ri Kosovar, po Kosovar. Sot tha nesër është vonë. Pra, ky është problemi sot. Ne kemi një platformë të qartë, zotëri. Dhe njerëzit du të bashkohen tek platforma e qartë, tek kombi shqiptar. S'ka gjë më të mirë. Ai pave, ti kthehemi edhe herë, një gol. Në kohën e duhur, deshi Zoti. Kur e humi penalltin, çfarë thanë shqiptarët me mane? Me familje. Tani çfarë mund t'i thonë atina?
Ti thonë na fal? Ti duhet me thënë na fal pra. Zoti është i madh. Kombin tonë e ka bekuar edhe Zoti, më gjuha jonë është gjuha një nga gjuhat më të hershme, më të pa, dhe ti thuaj si është gjuhë zyrtare. Kush e ti më kryeministri i Maqedonisë? Po ç'pun ke ti kryeministri i Kosovës në Maqedoninë e Veriut? Në qoftë se ti pse? Sepse i mani mend deklaratat e Kurtit. Erdha të takoj Kastriotin edhe takova Kastratin. Për çau për shevën. Për çau Malin e Zi. U përpoq të përçandesh në shqiptar në Shqipëni. Sepse erdhi me tezën e Bashkimit Kombëtar. Ku ka tezën e Bashkimit Kombëtar? Ku ka zotëri? E harroi e Bashkimit Kombëtar. Asgan. Dhe filloi me batuta, me fyrje, cili kryeminist, që del kryeministi dhe fyen opozitën. Ai doli me fushat denigruese dhe mori këtë çmim. Kur flet populli, të tjerë të heshten. Më shumë në Populli është gjyka. Më kujtue Ramiz Ladrovsi, kur fitoj, më kujtue vetja, me burgosën. Populli më votoj masivisht, sepse më haqën liri në mënyrë të paligjshme. Më arrestuar në mënyrë të paligjshme. Pas 5 nate, më kujtue Ramizi, dhe pa të bisedua dhe me ta, për para se të bënë në zjedhe, i ki për të marrë fushatët. I kam këtu mesazhet. Dhe ashtu ndodhi. Po une thash, e nëzorën nga dera, u kthyen nga detarja. Dhe qëllimit, ja arrin ai që ka qëllimin. Është vërtet. Mos u dorëzo. Besoj e Zotin, kërkoj e fuqinë e tij, ndihmën e tij, e do arrish qëllimit. Asgan, do doja të jep edhe një mesazh të fundit përpara se ta mbyllim për datën 17 tetor, një thirrje të fundit për teleshikuesit që na ndjekin. Po thirrja ime e fundit është kush e ndjen veten shqiptar. Pa dallim bindjesh politike, pa dallim besimi fetar, pa dallim e theksoj edhe herë përkatësisht partijake. Është e rëndësishme që të së bashku me datën 17, pra pas nesër, në orën 17, të jemi në sheshin Gjergj Kastrioti Skënderbej për t'i dhënë mbështetje UÇK-s, kauzës së saj, për të kërkuar liri për çlirimtarët me moton edhe unë jam UÇK. Nëse të duhen duart e mia, ja ku i ke. Kjo është e rëndësishme sot. Nuk gëzojmë në liri me humbje të lirisë të atyre që kanë sjellë lirin. Pra, me privim të lirisë të atyre që kanë sjellë lirin. Dhe paradoksi është i madh. Radojqiqi me shokë është i lirë. Qemë të UÇK-s janë hak. 5 vite. Me kaq i the gjithçka Asgan, të dashur miq, në 17 tetor, në orën 17:00, gjithë në sheshin Skënderbej për të protestuar për liri. Liri për çlirimtarët, liri për UÇK-n, liri për ata njerëz cilët luftuan për dinjitet dhe për pavarësinë e shqiptarëve të Kosovës. Prandaj duhet jemi bashkë dhe do duhet jemi në atë shesh. Nga unë Ermal Peçi, miru pafshim dhe do të shemi përsëri në fakt me zhvillime dhe ngjarje më të fundit. Mos harroni të bëni subscribe kanalin tonë, mos harroni të regjistroheni në Antena TV.